Jemi rikthyer sërish në studio dhe si që lajmërova, tani në studio kam Ëndra Ademi, e cila është pianiste, një talent i rrallë do thoja, e cila nga Gostivari, duke filluar karrierën në Gostivar, ka arritur skenat ndërkombëtare dhe me të do të flasim për të gjithë rrugtimin e saj në muzikë dhe në piano. Ëndra, faleminderit shumë që e pjesë emisionit ftesë në studio, faleminderit që erdhe. Faleminderit shumë Ilmie për ftesën, është kënaqësi të jem këtu me ty. Kënaqësi edhe për mua dhe e di që ke marrë rrugën sigurisht prej Gostivari, apo vjen prej Gostivari dhe e di që këto ditë është shumë nxehtë edhe koha edhe trafiku në Shkup të ka munduar, kështu që unë të falenderoj shumë dhe shumë kënaqësi që të kam këtu. Po është nxehtë, po kur e merr ftesën për të ardhur ti nuk është as pak. Faleminderit shumë, faleminderit. Unë dua të nisim për rrugtimin tënd në muzikë, ti nisim të gjitha prej fillimi. Si ka filluar rrugtimi në muzikë? Po, që në moshë të hershme, kur kam qenë e vogël, dalja ime e parë ka qenë në për festivale për fëmijë, ku kam marrë pjesë bashkë me fëmijë tjerë dhe kam pasur me shumë qejf atë kohë, sepse çdo vit që organizoheshin koncerte, merja pjesë dhe ajo ishte një stimul për të vazhduar edhe më të qetë të merrem me artin. Më pastaj, do me thënë, isha në rjedha me instrumentin tim pianon gjatë gjithë kohës. Kam parë pianist të njohur dhe ashtu jam frymëzuar për të vazhduar më tej. E kryeta shkollën fillore, pastaj u shkruajta në Tetov, në shkollën e mesme të muzikës, ku aty isha në klasën e profesorit Ajhan Kurtov, ndërsa dhe me bashkëpunim të ndërsjellët me profesoreshën Romanova, nga klasa e Boris Romanove, profesorve të ndëruar, që për mu ka qenë një privilegj i madh që të kapja gjenerat ku ajo kishte mundësi dhe ta shpalosja talentin tim. Sigurisht. Në piano, ke qenë në piano gjithmonë prit që kur ke filluar, apo ke pasur edhe në base instrumentet të tjera, ose kush të ka frymëzuar më së shumti për të vazhduar pikërisht me pianon? Po, në shkollën e muzikës në Gostivar, Enver Stavaj, ku unë isha e regjistruar, aty kishte piano, edhe disa instrumente frymor, po ashtu edhe harmonik, nuk kishte shumë hapësirë për instrumentit tjera. Për shkak se edhe vendi më i vogël edhe aq kuadro kishim, kështu që e kisha të paqëndrueshme për të vazhduar me instrumentin e pianos. Në fillim ishte si diçka që do më kaloj, vetëm hobi, por më pastaj, gradualisht me kohën, duke ndjek koncerte të ndryshme, duke marrë pjesë në për gara dhe evente të ndryshme, më shtua sikur dëshira për të vazhduar më tej. Sa e bukur është kur kthehet hobi në një profesion, në fakt. Po, është vërtet. Pasioni kthehet në një profesion. Duke qenë se ti e përmendet që ke qenë si fëmijë në festivale dhe në fakt edhe në pjesën e parë të emisionit të sotëm, ne pikërisht folëm për një festival të fëmijëve në Struk, në Peshku i Artë, mbase ke dëgjuar që mbahet. Dhe të pyes edhe ty sa janë të rëndësishme këto festivale për fëmijët që ta shfaqin talentin e tyre dhe më pas edhe të vazhdojnë, ashtu siç ke bërë ti, sepse ke dalë më herët në festivalet e fëmijëve, më pas ja sot je këtu. Mendoj që është shumë e rëndësishme për fëmijët, sepse ajo i kultivon, i çel fëmijët, i bën më tjenë më pa stres gjatë daljeve të tyre. I mëson për të ardhmen, bën më të vetëdijshëm, kulturën, disiplinën, gjithçka, mendjen jua. Shumë e vërtet. Se është më lehtë në fakt të ambientojnë ndërsa janë më të vegjël, apo? Po, shumë e vërtet. Mua më ka ndihmuar shumë dhe faleminderit prindërve të mi për këtë, sepse ato kanë qenë iniciatorët e parë kryesorë që më kanë shtyr për të vazhduar rreth artit dhe muzikës. Sigurisht gjithmonë mbështetje më e madhe për çdo gjë në fakt janë prindërit. E kujton ditën tënde të parë në skenë, qoftë si fëmijë, qoftë edhe më pas kur je bërë më profesioniste, le të themi? E kujtoj. Gjithmonë e kujtoj edhe sa herë që më kujtohet, emocionohem sikur tisha njësoj, po atë ditë. Është interesante kjo, por kjo ndodh shpesh tek ne artistët. Sa do që të dalim në koncerte, sikur ai emocioni gjithmonë është i njëjtë në fillim.
Më pas ajo me kalimin e kohës largohet, po ajo është, emocioni është. Ende ke emocione, edhe ditët e sotme kur dhe në skenë, sigurisht ende ke emocione. E kam, por tani më është ndryshe, sepse jam mësuar të menaxhoj emocionin. Ndërsa fëmi, kur e ke pak ato... E shë gjitha publik në base ndonjëherë dhe sigurisht të kap ajo pasiguria. Po, sigurisht. Sepse ajo është e mira që si fëmi ti i ke këto pasiguri, por këto pasiguri që i mëson prej në fëmi, në fakt të ndihmojnë edhe kur rritesh, atë që e tham edhe pak më herët, për atë që rolin që e kanë këto festivale, sigurisht. Ti dhe më thëmë prej në hobija që e thamë, prej në hobi në profesion e ke bërë tashmë muzikën. Ke menduar ndonjëherë të heqësh dorë nga muzika, të vazhdosh diçka tjetër, apo mendon që e ke bërë sigurisht zgjedhjen e duhur? Sikur në fillim të thash, me festivalet e kisha shumë me qejf. Pastaj me kalimin e kohës, në shkollën e mesme, filluan të rriteshin ato detyrimet që duhesh të ushtroj gjatë gjithë kohës. Pastaj e kisha një mosh që nga adoleshenca shkon në një mosh pak më të madhe, edhe ajo mosha është pak kritike. Sikur nuk e din çfarë do të bësh. Nuk e di bashkë sigur se çfarë do të bësh, por gjithmonë e kam ditur dhe e kam pasur shumë të lehtë zgjidhjen për nga ana e muzikës. Sepse ashtu sikur prej në fillim ka qenë gjithmonë ajo që ti ke dashur të bësh. Ka qenë gjithmonë ajo që kam dashur të bëj. Arti fillimisht ta pastron shpirtin, pastaj edhe çel rrugë tjera. Shumë e vërtetë. Edhe kur e ke artin brenda në zemër, është edhe të duash të shkosh në drejtim tjetër, gjithmonë do të tërheq për të vazhduar. Sa i rëndësishëm është edhe talenti në pjesën e artit, apo është puna ajo që arritet e mëdha, le të themi, i bën me punë, apo ka të bëjë edhe talenti, sigurisht? Shiko, talenti është rëndësishëm në fillim, sepse talenti është ajo që shpaloset në fillim tek fëmijët, më pas puna graduale që e bën ti, që në hapat e parë. Arti në përgjithësi nuk është i lehtë, është një rrugë që nuk ka fund. Gjithmonë ka risi të reja edhe ide të reja, duhet me qenë shumë kreative, gjithmonë. Në përgjithësi foli për artet, jo vetëm për muzikë, edhe për pikturë. Shumë e vërtet. Gjithkund duhet talentin njerë si fillim, po ajo është një armë e fortë që ti e ke, apo e ke të dhuruar nga Zoti, por më pas puna është ajo që tregon se ti a vlen apo nuk vlen për këtë profesion. Sepse talenti duhet të ushqet me kalimin e kohës, duhet le të themi të rritet, për të rritur, për të arrit në majat ku duhet, talenti duhet sigurisht të ushqet me punë. Puna është ajo që e sjell deri në majat. Më trego pak kur je në skenë vetëm me pianon. Cilat janë ndjesitë, sepse kam dëgjuar edhe nga pianistë të tjerë apo edhe artistë të tjerë që thonë nuk shoh asgjë çfarë ndodh përreth meje, nuk shoh, më duket sikur nuk ka publik, jam vetëm unë dhe pianoja. A është ashtu edhe për ty? Është e vërtet. Në fillim deri te dalja në skenë, i ke emocionet, ndjehen emocionet, por më pastaj kur je aty je vetëm ti edhe duhet me dhanë maksimumin që të dalë ashtu siç duhet, sepse nëse do t'i kishim këto momentet kush na sheh ose kush ka ardhur, do jetë pak e humbur ajo. Mund të hutohem në ndonjë moment edhe mos del ajo çka duhet dalë. Ka ndodhur ndonjëherë që mbase nuk ke performuar bashkë ashtu si do doje ti, por që publiku sigurisht nuk e ka vërejtur? Ka ndodhur ashtu momente, tek ne artistët është mjeshtri t'i fshehim këto gjëra, sepse ndonjëherë mund të ndodh, por nuk është asgjë e pamundur të kthehet si normale. Ato jemi njerëzor edhe ne, edhe ato janë momente që ndodhin tek njerëzit, në çfarëdo lloj fushe. Kështu që mjeshtria jonë është që t'i fshehim sa do pak ato gjëra, por mirë është mos të ndodhin shpesh. Sigurisht, po. Gjithmonë. Megjithatë publiku nuk i vëren asnjëherë, më duket mua, atë paktën. Asnjëherë, po ka dhe
publik që din për muzikën klasike dhe jo gjithmonë do kemi fatin t'i fshehim. Që mos jenë po. Pasi që arti në përgjithësi është i dukshëm edhe ndëgjohet edhe nuk mund fshihet shumë. Megjithatë janë gjëra sigurisht gjëra që ndodhin. Unë dua të pyes pak, e di që ke pasur një koncert me orkestër në Tetov, që më pas ky koncert i njëjtë është mbajtur edhe në qytetet e tjera, apo? Po, është mbajtur. Më trego pak për këtë. Në vitin 2019 ka ndodhur kjo. Në vitin 2019 në Tetov për festën e 28 nëntorit isha e ftuar atje tek Pallati i Kulturës për një koncert me orkestër në dirigjimin e dirigjentes tonë Agona Çupi. Dhe koncerti ishte me orkestër kamertale, jo shumë orkestër e madhe, mirë po për mua ka shënjuar një moment fillimit të karrierës time. Ka qenë koncerti i parë me orkestër që ke bërë? Është koncerti i parë, po. Është koncerti i parë. E më pas, si është prit në vende të ndryshme? I pari ka qenë në Tetov, më pas kjo ka shkuar edhe në... Më pas kam marrë pjesë me koncerte recitale në Korçë të Shqipërisë, pastaj në Elbasan, dhe kështu me radhë, derisa përrive edhe në skenat evropiane, për të cilat unë sigurisht do të ndalem tash pak më shumë. Dua të ndalem pak tek arritjet e tua në skenat prestigjioze, si që janë skenat në Itali, Austri, Turqi, më konfirmo edhe vendet tjera në të cilat ke qenë, të flasim pak cilat mendon ti që deri tash janë arritjet e tua më të mëdha. Po, në kohën e studimeve, pasi që vlen të theksohet në studime kam qenë në klasën e profesoreshës Nina Kostova dhe në bashkëpunim të ndërsjellët me profesoreshën Romanova. Më pas, këto kanë qenë studime deri diplomike. Në atë kohë e kam realizuar koncertin në Shqipëri dhe disa koncerte në vendin tim, pasi që unë vin nga Gostivari edhe aty kam realizuar ca koncertet e mia. Më pastaj, deri te studimet postdiplomike, në klasën e profesoreshës Elena Atanasovska, në korepetitim, që është për sjellje, instrumentet tjera, frymor, harkor, bashkëpunime të ndryshme. Kur isha në atë kohë në studimet postdiplomike, mora pjesë në Rom, në një koncert recital, dhe bashkëpunim me një kolege time nga Shkupi në Rom performova atje. Kishim një ftesë nga organizatori Angelo Filippi Sebastianiti, i cili na ftoi dhe na mirëpritën shumë mirë. Jemi ndjerë shumë mirë. Kjo ishte e para në skenat evropiane? Kjo ishte e para. Më herët në kohën kur kam qenë e vogël, kam marrë pjesë në përgara, njësoj në Itali, në Barletta, në një qytet të vogël, ku dhe jam shpërblyer me çmime të ndryshme, po kjo ishte sikur ajo periudha ku isha vërtet unë në formë. E formësuar tashmë si pianiste dhe si artiste, sigurisht. Si ka qenë, si ishte ndjesia të performosh në Rom? Edhe mund të bëjmë mbase një dallim, ka dallim mes publikut, apo publiku është gjithandej njëjtë kur bëhet fjalë për art? Po, ndjesia ishte shumë e bukur. Domethënë, ëndra e artistëve që në veçli është të prekin skenat botërore. Sigurisht. Sigurisht, jo se këtu nuk e kemi në rregull, por atje sikur ke edhe më tepër interesim, japin më shumë edhe të vlerësojnë më shumë mbi të gjitha. Jam ndjerë shumë e vlerësuar. Dhe kam pasur me shumë kënaqësi. Më pas ke vazhduar edhe në Austri, në vendet të tjera, apo? Në vendet të tjera, së fundmi kisha një koncert në Austri, në Vjenë. Atje, paraprakisht jam njohur njëherë me profesorin që më ftoi. A ishte bashkëpunimi yt me Stefan Müller? Po, Stefan Müller ishte profesor i pianos. Me atë kemi komunikuar që para 2 viteve.
komunikim të vazhdueshëm, ai ka përqyer videot e mia dhe ide të reja gjithmonë sjellnim bashkë, por sikur këtë vit insistoi më shumë që të takohet me mua fizikisht edhe të mbaj një koncert atje recital që zgjati rreth 1 orë. Kur ka qenë kjo? Tash së fundmi, apo? 21 maj të këtij viti. 21 maj. Pra arritja jote tash është e freskët. E freskëta është kjo pikërisht në Vjenë. Si u ndjeve atje, sepse Vjena në fakt njihet shumë për muzikën klasike, ka histori të gjerë muzikore. Si u ndjeve kur dole pikërisht në këtë skenë? U ndjeva shumë bukur. Nuk isha ndjerë gjatë kohë kështu si tash. Në fillim, gjithmonë isha emocionuar se si do dalë, brengosesha shumë, sepse jam edhe pak natyrë që brengosem, shpesh, edhe atje, si kur gjithë shka ishte në rregull, sistemi më pëlqeu shumë, sepse gjithë shka ishte në vend, aty ku duhet, edhe mirëpritja ishte shumë e madhe, gjithashtu edhe njerëzit ishin shumë ardashës. Kishte publik shumë dhe unë performova shumë bukur. Pra i mirëpresin besoj artistët e huaj, qoftë që vinë prej vendeve të vogla si që është Maqedonia, që shkojnë atje, i mirëpresin, ato nuk e kanë atë problemin që prej ku është. Po, është kështu si festival internacional. Sigurisht. Edhe mirëpresin artist nga mbar bota. Është e lehtë të bashkëpunosh me artistë të huaj? Është e lehtë. Madje mund të them se edhe më e lehtë është. Më e lehtë se sa me... Po. Është shumë e lehtë, ato janë shumë bashkëpunues mirë. Edhe profesional. Edhe profesional, gjitha mirë, po nuk e kanë atë syrin gjykues gjatë gjithë kohës. E shohin talentin, e shohin punën që bën dhe sigurisht të vlerësojnë sipas asaj edhe jo sipas gjërave tjera që mbase këtu të ne anashkalohen, le të themi, vlerësohen në mënyra të ndryshme. Çfarë do të thonë këto bashkëpunime që ti ke bërë, këto ngjitjet në skenat evropiane edhe për karrierën tënde? Si e sheh, sepse je shumë e re në moshë dhe ke një rrugë të gjatë në muzikë dhe në piano? Po, unë e shiqoj si një fillim, ende. Ende mendoj se kam rrugë për të bërë, ende pres nga vetja edhe akoma më shumë. Sigurisht. Një person që e do punën, gjithmonë do pret më shumë edhe nga vetja. Mendoj që nuk është mjaft asnjëherë për të punu. Gjithmonë duhet më shumë. E sheh sigurisht veten në vendet e jashtme, apo do jesh edhe këndej dhe andej? Dua të kontriboj edhe për vendin tim, pasi që unë kam lindur këtu, edhe në artistët është mirë të kontribojmë për vendin tonë, aty ku kemi lindur. Sepse nga këtu kanë lindur edhe rrënjët e talentit tënd. Normalisht, dhe ato nuk duhet t'i harrojmë edhe t'i anashkalojmë, sepse këtu është zanafilla jonë, nga këtu kemi nisur. Mirë po, edhe pse jo, edhe jashtë, uroj që më hapen dyert. Edhe tashmë të janë hapur dyert, sepse ti jenë ngjitur në skena ndërkombëtare, po shpresoj shumë që edhe në skena edhe më të mëdhaja sigurisht të ngjitet dhe unë besoj shumë që kjo do të ndodhë. Faleminderit. E besoj shumë, nuk ta them vetëm se, por i shoh talentet të cilat talentin që ti ke, unë të kam ndjekur për në momentin që më kanë sugjeruar për ty, i kam ndjekur paka shumë projektet e tua dhe me të vërtet ke një talent e mrekullueshëm dhe sigurisht kur e shoh që e do punën, e shoh edhe si flet me pasion, sigurisht që do arrish dhe unë të dëshiroj shumë që të arrish. Faleminderit. Dua të të pyes pak, ke ndonjë kompozitor të preferuar të cilën ti ëndërron që një ditë të arrish në majat ku ka arrit pikërisht ai kompozitor? Unë si natyrë jam romantike, jam e qetë, kështu që kompozitorët që ndëgjoj më shumë janë Chopin, Schubert, këto Liszt, këto kanë shuajtur më tepër në atë frymë. Mirë po nuk është se nuk ndëgjoj edhe kompozitorë tjerë, më pëlqejnë Prokofjev, Schumann, Beethoven, Rachmaninov, edhe uroj që sa do pak... Pse jo, edhe i mryt të jetë në ndër ato emrat, pse jo. Faleminderit. Ti edhe je edhe profesore, apo? Po, jam profesoreshe muzikës në shkollën e ullët të muzikës në Tetov, Todor Skallovski. Aty jam punësuar ka 2 vite. Tashmë dhe jam
talentin tënd ua tregon, ua mëson, le të themi, jo talentin tënd, po punën tënde në fakt le të themi më shumë këtu, ua mëson edhe fëmijëve. Si e ndan angazhimin tënd mes të qenurit profesoresh apo mësuese e muzikës, por gjithashtu në të njëjtën kohë të vazhdosh edhe projektet e tua si pianiste? Po, unë mendoj një se krejt kjo varet nga çështja se si organizohesh. Nëse ke një organizim të mirë, disiplinë, dhe mendoj që i ndan edhe punën që e ke të përditshme, rutinë, edhe çështjen që duhet të ndajsh për vete pak kohën. Kështu që mundohem të dyja t'i bëj. Të mbash një balancë mes të dyjave. Të mbaj balancën aty ku duhet. A humbet pasioni nëse një punë të kthehet, nëse një pasion, në fakt një hobi të kthehet në profesion? A humbet me kalimin e kohës, sepse gjatë gjithë kohës mundohesh mbasi të kthehet në profesion, mundohesh që këtë profesion ti tashmë e ke punë, edhe humbet pasioni apo qëndron sigurisht qëndron ende pasioni aty? Pas çdo koncerti sikur motivohesh. Edhe gjithmonë ke dëshirë të punosh më shumë. Se në qoftë se do rria vetëm me punën, mendoj se që do të humbiste me kalimin e kohës, sepse përqendrohesh aty. Ndërsa kur e ke fokusin edhe andej, dëshiron gjithçka kur i bën të dyja në të njëjtën kohë, po, sikur më mirë është. Mendoj unë. Si e sheh të ardhmen e muzikës klasike në vendin tonë? Muzika klasike mendoj që nuk humbet asgjë kundi, por uroj që edhe më shumë të shtohen koncertet në vendin tonë, edhe uroj që të bëhet edhe këtu si jashtë në Evropë. Që të vinë, pse jo, edhe ato të jashtit të thonë që të vinë sigurisht këtu në vendin tonë. Tek vendet e vogla, siç është më të vogla se Shkupi, Tetova, Agustivari, edhe atje uroj që të shtohet interesimi më i madh. Sigurisht sepse talent ka shumë, kemi artistë shumë të talentuar dhe të cilët punojnë, kështu që pse jo. Duke qenë se jemi nga fundi, shpejt kalojnë minutat, gjithmonë e them që kemi kohë, por shumë shpejt kalojnë minutat, duke qenë se jemi nga fundi, cili do të ishte një mesazh që do t'ja jepë të gjithëve të rinjve të cilët duan të vazhdojnë në art, në muzikë, në piano konkretisht. Mesazhi im për të rinjt do të ishte që të punojnë fort edhe mos dorëzohen kur. Një mesazh mjaft i mirë, shkurt dhe shqipe ke thënë. Ëndra, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Ftesë në studio. Unë të uroj shumë suksese në punën tënde, në artin, në talentin tënd. Shpresoj që sigurisht ne do të kemi edhe intervista të radhës, sepse ty tashmë ka filluar këto projekte të cilat i kanë ngjitur skenat evropiane për të cilat folëm, dhe shpresoj që të kemi sërish në emision. Faleminderit shumë ty për ftesën edhe një herë, dhe jam ndjer shumë ngrohtë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.